Ndërkohë që në studio na është bashkuar Arseida Gjulli, pedagoge, faleminderit që me ne. Faleminderit juve. Miguel Qiraxhi, faleminderit nga qendresa qytetare, përfaqësues por edhe vëzhgues në fakt në terren i gjithë procesit dhe di që kanë nxjerrë një listë gjatë me problematika që janë hasur në këtë proces zgjedhor, por edhe në procesin e numërimit. Faleminderit. Ndërkohë në pak momente do të na bashkohet dhe Indrit Sefa, jurist e kam. Sefa, faleminderit. Faleminderit. Do të leo të fundit ty, sepse gjithmonë të japë më shumë kohë në biseda që kemi në Euronews. Po nis pak me Gjulin sa i takon luftën e brendshme brenda kampit socialist, kur shohim që luhet një mandat për dy zonjat socialiste, Gjylametin edhe Xhaçkën, në një raport me 2 vota. Atëherë, një farë mënyrë edhe nga analizat e mëparshme kemi parashikuar që do të kishte një lloj lufte e cila do të në fund do të mbetej si luftë brenda llojit, sepse patjetër që vetë kodi zgjedhor është ndërtuar në mënyrë të tillë që një vot bën diferencën në fund, siç edhe koha po e tregon që janë vetëm 2 vota që bëjnë diferencën mes 2 kandidateve, zonjës Gjylameti dhe zonjës Xhaçka. Mendoj që vota e diasporës dhe tashmë numërimi i votave. Arse do të ndërpres vetëm një moment të kërkoj ndjes, pasi kërkoj regjis që të më rregulloj pak audio në kufja. Po. Okej. Po. Dhe koha po e tregon pra një farë mënyre që diferenca ka që ngushtë, por në një farë mënyrë do të bëj diferencën dhe vota e fundit, pra në një lloj qasje, por mendoj që tashmë vota e diasporës, e cila është në fazë numërimi të atyre votave preferenciale, do të sjellë dhe rezultatet e veta sa i takon edhe diferencave në mes kandidatëve, dhe jo vetëm zonjës Gjylameti dhe zonjës Xhaçka, por edhe Orneldo Rakipit dhe zotit Qefalia, që edhe ata kanë një diferencë ndoshta jo kaq të ngushtë, por nuk i dihet asnjëherë se si do ta diferencoj vota e diasporës. Është e kuptueshme, pra në optikën time lufta brenda llojit është e kuptueshme, nuk më duket sikur ata në vetvete po luftojnë me njëra tjetrën, pra thjesht është gara e cila të çon në një lloj konkurrence shumë të ngushtë dhe shumë të fortë, por e shikoj që po e menaxhojnë me goxha qetësi edhe integritet garën ndërmjet njëri tjetrit. Nëse janë aty të pranishme gjithkohën, duke parë çdo vot që me sa e kam kalkulohet. parë, nuk ka ndonjë tension, nuk ka ndonjë shprehje të një vullneti ose të një forme pak kënaqësie për garën. E shikoj goxha të qetë dhe e vlerësoj këtë gjë, sepse në fund të ditës kur janë futur në garë kanë marrë parasysh që dhe një vot do të bënte diferencën në fund, kështu që gjykoj se ruajtja e qetësisë dhe integritetit personal duke marrë në konsiderat që i përkasin të njëjtës fuqi politike, i përkasin kanë punuar bashkë dhe kanë patur një raport edhe mes kolegësh, gjykoj se ruajtja një raporti të drejtë në një situatë goxha tensionuese, sepse gjithë secili do donte ta bënte vetë atë hapin në brenda parlamentit, kështu që dhe pavarësisht të relacionit që kanë me njëri tjetrin, në fund të ditës gjithë secili do donte të futej vetë në parlament, kështu që është e kuptueshme. Miguel, garme fort brenda mes kampit socialist Gjylameti Xhaçka, apo ajo Partia Demokratike që u përfol për shumë ditë, në fakt Ali Mehmeti që do të hynte për herë të parë në parlament dhe Jorida Tabaku me një kontribut aq shumë vite brenda kampit të djathtë dhe një zë me potencial brenda Partisë Demokratike që përfaqësonte Tiranën. Shko, për ishte vërtetës, unë e parë këtë nga perspektiva e qytetarit nuk më shënon gjë. Sigurisht që në një garë elektorale është e kuptueshme që kush merr më shumë vota fiton, në aspektin e qeverisjes kush parti merr më shumë vota qeverisë vendin, në aspektin e mandatit kush merr më shumë vota meriton parlamentin. Për një vot apo për shumë vota sigurisht kjo ka të bëjë me legitimitetin, që do të thotë kur ti e shikon që kandidatët në lëmin e 30.000 votave ndahen me një vot, sigurisht që ka një lloj dualizmi për të thënë që legitimiteti ka qenë pothuajse i përafërt kushdo që ta merrte. Sigurisht që gara është më e vështirë tek Partia Demokratike që listën e hapur nuk i jepte shumë oportunitet, pra nga lista e hapur e Partisë Socialiste ne shohim që të dalin disa figura, ndërkohë që nga lista e Partisë Demokratike janë 2 figura të cilët për ishte së vërtetës është një betejë e pa kërkuar ose e pa dëshiruar edhe nga qytetarët, edhe për mua personalisht janë 2 individ të cilët gëzojnë një lloj respekti për qytetarinë e treguar edhe për
gjithë angazhimin politik që ata që kanë, por kush do të dalë prej tyre sigurisht ishte e merituar. Unë do doja që të ishin të dyja palët. Nga ana tjetër, kur themi a ka luftë apo jo, fatkeqësisht ne mund të identifikojmë që lufta ekziston aty brenda. Edhe po ta shikoni disa nga kandidatët e Partisë Demokratike kanë filluar të artikulojnë shqetësimin që mënyra se si u lexuan votat për kandidatët ka pasur problematika edhe do e çojmë procesin edhe në ankimime. Ndërkohë që në kampin socialist patëm një lloj përplasje fizike midis le të themi vëzhguesve të një kandidati me vëzhguesin e një kandidati tjetër, sepse në atë moment pati një lloj rokade midis dy kandidatëve kur numëroheshin votat. Që do të thotë, a ka tensiona, ka luftë, unë mendoj që ka. Pse vjen lufta dhe tensioni, unë mendoj që vjen si rezultati mosbesimit të palëve, që është anakronike ndaj partisë të tyre, se po dhe ndaj monitoruesve të partisë të tyre, se po i monitorojnë drejt. Ndjesit të ndërpresin, Kelida Mema kishte bërë një status së mbrëmjen e kaluar në Facebook se takon procesit të numërimit dhe luftës së brendshme. Do e lexojmë pak më vonë. Se takon lëvizjes së fundit të votave për një kandidat apo tjetrin brenda llojit. Është shumë interesante që edhe brenda llojit, domethënë, ka një lloj mosbesimi dhe ky mosbesim vjen mbase për arsye objektive të disa abuzimeve që mund të jenë kryer në këto struktura, po që unë mendoj që është e kuptueshme, por në thelb pak i flet qytetarëve janë më shumë problematika, kur bëhet fjalë problematika të brendshme që një strukturë partie duhet i ketë te kaluar dhe e zauruar. Mua më vjen mirë kur bëhet fjalë për një betejë midis dy grave, le të themi që është në Partinë Socialiste, duket që kalon më me pak tension, që do të thotë gratë dhe vajzat në sferën politike mbase janë më të nevojshme dhe më të paqshme në këtë kuptim, kështu që beson këtë vërtet apo thjesht thua për artikulim në media? Jo, nuk është çështje besimi, kjo është çështje analize. Më kupton, edhe ne kur shohim që tek vajzat dhe gratë kanë më pak tension, do të thotë që kontributi i tyre është më pak tensionues në këtë garë. Stefan. Po. Si e shikon ti garën në listën e hapur të kandidatëve që disa kanë qenë në parlament për disa mandatesh, disa të tjerë futen për herë të parë dhe mund të gëzojnë dhe mandatin e deputetit? E shikon një garë të drejtë, e shikon një garë që janë luajtur me shumë porta, pra ke një analist përgjithshme për emrat potencial që ne po flasim, apo edhe për emrat të tjerë kryesisht në kampin socialist, pasi lista e hapur është pak më gjatë e atyre që do të shkojnë në parlament, në legjislacionin që vjen? Për mua, gara e hapur ishte ajo që duhet ishte për gjithë kandidatët për deputet, nuk mund ishte për disa të trajtohesh në mënyrë të ndryshme nga disa të tjerë. Kjo e bëri akoma më të vështirë. Qofse ne sot kemi një problematikë që hasim te kampi i Partisë Demokratike, si themi që dy nga figurat më potenciale të saj janë i garë të jetshme, se kush do të përfaqësoj atë mandat të neartë e marrë nga qytetarët shqiptarë dhe të vetëm për Partinë Demokratike në parlament, edhe patjetër që njëri do duhet që të dorëzohet vullneti të shqiptarëve, është një padrejtësi e madhe që i bëhet dhe qytetarëve shqiptarë. Listat e hapura janë për t'i dhënë një pavarësi këtyre deputetëve, për t'i bërë ata më të pavarur nga kryetari i partisë edhe për të qenë ata më të drejtë përfaqësues më të denjtë të qytetarëve shqiptar, për interesuar pikë së parë interesat e tyre dhe jo interesat e kryetarit. Fakti që në Partinë Demokratike luhet vetëm për një kandidat dhe për një deputet listë hapur, kjo është e frikshme nga ana politike se si do e shohim të ardhmen e PD-s. Ju e keni parë, sot Partia Demokratike ka humbin më të rëndë sa që nga po e marrë që nga 2017, apo kjo është më rëndë dhe se nga 2017, sepse 2017 ishte pa LSI në koalicion, edhe sot nuk ke asnjë nga deputetët e listave të mbyllur, deputetët e Sali Berishës, janë zgjedhja personale e Sali Berishës, në kuptim që të kërkoj llogari dhënie për këtë rezultat elektoral. Çfarë do të thotë? Asnjë prej tyre nuk kërkon që të zbatohet statuti i Partisë Demokratike, është ai statut që bë 3 vjet luftë për të implementuar dhe për të regjistruar në Gjykatën e Tiranës. Dhe asnjë prej këtyre nuk kërkon dorëheqjen e Sali Berishës. Stefan, më qëndro pak këtu. A duhet që ta respektoj pari zoti Berisha statutin dhe të tërhiqet nga drejtimi i Partisë Demokratike për të shpallur një garë të hapur ku të garojnë ata që janë potencial për të drejtuar kampin e djathtë, apo duhet që të ketë zëra kritik potencial brenda kampit të Partisë Demokratike dhe të kërkojnë tërheqjen apo largimin e tij nga partia? Ka emra potencial, mund të ketë nga këto emra që mund ta kenë guximin për të folur?
s'është më në dorën e Berishës kjo punë. Kjo është në dorë të statutit. Statuti thotë largohet, nuk ka duhet t'japi dorëheqje, nuk thotë duhet t'japi dorëheqje, thotë Mbaron largohet. automatikisht. Kjo është gjë e qartë. Nuk ka lidhje me Ti njeh Partinë Demokratike. Mendon se do ndodh kjo gjë për ta respektuar të gjithë rregulloren e brendshme? Nuk ka për të ndodhur, sepse ata janë bajraktar edhe janë me mentalitet bajraktarësh. Edhe nuk e kanë të mundur që të konceptojnë një parti demokratike. Gjithë retorika e zotit Berisha në 3 vjet ka qenë një gënjeshtër e madhe, një mashtrim i jashtëzakonshëm që ka për demokratëve. Dhe këtë unë dhe disa tjerë jemi munduar që në kryetesë t'ia themi, ori nuk është kjo ajo çka Sali Berisha ka në plan për Partinë Demokratike. Kam plan që ta bunkerizoj dhe ta ketë një mburoj për vete dhe për hallet e tij. Është detyra e demokratëve tani. Ne njohim Sali Berishën, ne dimë kush është Sali Berisha. Është detyra e demokratëve që e kujt demokrat konkretisht? E atyre që janë në listë mbyllur, e ata që janë listë mbyllur duhet të reagojnë, ata që janë emra potencial, kanë ngritur gjithmonë zërin. Ata janë pjesë e problemit. Qofse zoti Noka, zoti Paloka edhe të gjithë të ngjashmit të tyre. Zoti Noka, zoti Paloka, të ngjashmit të tyre, ata janë pjesë e problemit. Ata janë berishizmin Partinë Demokratike. Nuk kanë lidhje ata me demokracinë brenda Partisë Demokratike ose kërkojnë më të mirën për demokratë. Më qëndro pak se fa. Pjesë e problemit. Që ta bëjmë dhe formë bashkëbisedimi. Migen, kisha e qasjen që zonja Tabaku? Po ja, për shembull, njeriu më i fortë le të themi që është në listën e hapur tani, që mund t'i thot partisë unë kam votat e mia, edhe ju më lat jashtë dhe unë u futa nga dhe tregova sa dritarja, është Jorida Tabaku. Jorida Tabaku shumë mirë mund të jetë një nga liderët le të themi që mund t'i shfaqet përballë Berishës dhe mund të shkojë dhe të marrë të dytin më të fortin, që mund të jetë Ali Mehmeti dhe t'i thotë nëse unë jam e para, ti je i dyti. Po mund të shkojë dhe të bëjë aleancë me këta të rinj të cilët në fakt dolën mirë në këto zgjedhje. Dhe thotë që nëse ne marrim partinë, do t'i japim një fytyrë tjetër vendit. Dhe absolutisht që unë mendoj që ka një le të themi një mekanizëm demokratik brenda individët më të fortë. Po se gjasat në realitet që kjo të ndodhë? Po nëse, duke njohur edhe si karakter, edhe si politikane zonjën Tabaku, për te zotit Ali Mehmeti që vjen nga një fushë tjetër dhe është rishtazi në politik ka pak kohë që është katapultuar që me zgjedhjet e brendshme të Partisë Demokratike në primare dhe tani. Pra nuk ka shumë kohë, kur e krahasojmë me Tabakun? Unë mendoj që nëse nuk e bëjnë, nuk janë në sinkron me nevojat që ka vendit. Nuk janë të denjë për profesorët e demokratë, nuk është puna që... Nuk janë të denjë? Për të profesorët e demokratë që i kanë besuar. Nuk është me çështje e tyre, tani që ata kanë guximin apo s'kanë guximin. Kanë detyrën për t'i dalë për zot demokratëve. Zonja Tabaku, doktor Ali Mehmeti, e shumë të tjerë, e shumë kandidatë të tjerë. Ke kandidatë që ke marrë në qartë sfidë kanë marrë nga 8.000 vota, të cilët kanë preferenciale, kanë votat e tyre. Kjo ka ndodhur në çdo qark. Janë këta demokratë që do t'i dalin për zot Partisë Demokratike. Patjetër me mbështetjen e gjithë neve. Po çështja është a do të ndodhë kjo gjë? Pra sa janë gjasat, sa janë premisat që kjo të ndodhë që ata t'jenë një zë kritik, të ngrenë zërin brenda kampit të djathtë dhe ta kërkojnë de facto dhe largimin e zotit Berisha? Siç e njoh unë këta personazhe apo siç dua unë të jenë, se kjo ndryshon. Siç e njoh unë, zonja Tabaku nuk ka për të bërë kurrë për shkakun. Është një njerëz që merr vëllimin e herës ku futet. Nuk është nga ata persona që të kërkojë të drejtën edhe t'i dali për zot edhe të bëj beteja. Po mbase gjasat janë që të ketë prap krizë të brendshme. Nëse do ndodhi kjo. Kur shohin që kanë këtë mbështetje, mundet që njerëzit të cilët i kanë votuar t'i japin këtë kurajon dhe dimensionin e munguar që e kanë pasur, që unë mund të bashkohem me Sever në këtë aspekt. Po kur shohin që këtë kanë dimension tashmë në parti, sigurisht që mund ta përdorin këtë për të le të themi demokratizuar hapësirën ku ata ndodhen. Se nuk është çështje do apo ke ambicie apo s'ka ambicie. Këtu bëhet fjalë që hapësira ku ti po qëndron, hapësira ku ti je deputet, do ta demokratizosh apo jo. Çdo të demokratizosh hapësirën, do të thotë që në statut ka një nen i cili është i qartë. Mandati i kryetarit automatikisht thuhet mbaron nëse zgjedhjet humben. Që do të thotë nuk ka nevojë as për dorëheqje. Nëse njëri nga këta deputet, Jorida Tabaku, do shkojnë gjykatë dhe do të thotë gjykatës që duhet zbatohet ky nen, sigurisht që është e mbaruar kjo si situatë. Kjo ndodh në momentin e certifikimit të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve jep. Unë e kuptoj që ata mund të kenë një hezitim. Nëse shohim komunikimin, sepse gazetarët kanë qenë kujdesshëm dhe i kanë pyetur, dhe Mehmetin dhe Jorida Tabakun.
Dhe ata kanë thënë që nuk është ky momenti. Unë e kuptoj që në këtë moment mund të mos jetë ky momenti, sepse ne flasim për këta njerëz të cilët sta numërojnë emrin pasaj. Në momentin që ti thua unë do bëj betejën time, mundet që janë të ikim distancuar në çdo votat. pyetje. Në këtë kuptim, unë mendoj që një lëvizje taknike për momentin për të mos u shprehur është e pranueshme. Po mbas certifikimit të rezultatit, nëse ata se bëjnë, do të thotë që ata kanë pranuar të jetojnë në një hapësirë jo demokratike dhe nuk kanë ndërmend të kontribuojnë për një hapësirë më demokratike. Që ta bëjmë pjesë bisedës. Numrimi mbaroi, edhe numrimi preferencial mbaroi. Jo, kur u shprehen ata, domethënë në momentin kur ja shprehen të dalë rezultati final që të mbyllet edhe vota preferenciale të diasporës. Për të qëndruar prapë tek një talim për zotin Berisha, mendon Arseda se i konvenon Partia Socialiste kjo situatë brenda kampit të djathtë? Partia Socialiste nuk i bën asnjë lloj diferencë në këto momente që flasim, sepse me 83 mandate, çfarë diferencë do bënte kjo? Në optikën time, ajo që gjykoj unë për ta shpëtuar në farë mënyrë Partinë Demokratike, duhet patjetër që të demokratizohet së brendshme dhe jam shumë dakord me ato që thot Migeni që nëse nuk do ketë lëvizje të brendshme nga këto aktorë që presupozohet që u hodhën në listë hapur me pa të drejtë, u vendosën në një përballje dy individët që në optikën time janë figura shumë të respektuara brenda partisë dhe u vendosën përballë në një luftë gati pa drejt për të marrë vetëm një mandat, është e drejta e tyre legjitime për të reaguar dhe nëse ato nuk reagojnë do të digjen bashkë me partinë e cila do të shkojë drejt një tkurrje automatike dhe nuk do të ketë shpëtim më për Partinë Demokratike. Pra do dali totalisht nga sfera e të qenurit opozit në Shqipëri, por duke parë se çfarë mentaliteti kanë qeverisur, me çfarë mentaliteti janë përballur në gjithë këto vite, në optikën time them që kjo do të çojë në një krizë tjetër të brendshme. Pra nëse do arrin disa individ të kërkojnë të drejtën e tyre dhe të kërkojnë reformim apo ardhje në krye të një të riu dhe daljen nga skena të zotit Berisha, prap do ketë një krizë të brendshme e cila nuk do të çojë askund sepse kemi të bëjmë një autokraci të brendshme ku individi nuk heq dorë nga partia dhe e konsideron pronë personale familjare. Në optikën time zoti Berisha në jetë të jetëve pa u larguar nga jo në këtë ekstremitete në mënyrë natyrale nuk largohet nga aty. Meqense besoj ke dy informacione brenda kampit demokratik. Ka emra potencial që mund të mendohen si shumë optimal për të drejtuar Partinë Demokratike në vijim, për të mënyrës se si mund të bënë zgjedhje, apo nëse do të largohet zoti Berisha apo jo. Emra potencial që aludohen se mund të jenë të denjë për të drejtuar Partinë Demokratike. Përveç Tabakut dhe Ali Mehmetit që i përmendëm meqense kanë bërë një garë dinjitoze dhe kanë maksimizuar votat e tyre në listën e hapur. Alba, nuk është thjesht çështje emrash. Po patjetër që është çështje emrash. Ja, do artikulojmë një emër së bashku. Ja, po jo them unë. Këto zgjedhje nuk dhan vetëm verdiktin për Sali Berishën që duhet largohet, dhan verdiktin edhe për disa personazhe të tjerë të cilët kanë qenë pjesë e skenës politike të Partisë Demokratike, edhe fatkeqësisht Partia Demokratike është rrotulluar rreth këtyre emrave. Tani ne do të kemi duhet të hapim horizontin, do të shohim më gjerë. Duhet të kuptojmë që Partia Demokratike duhet të vijë drejtuesi do të vijë në bazë të një procesi, do të vijë në bazë të një mënyre të menduarit ndryshe, me një vizion të ndryshëm. Nuk është thjesht çështja të iki Berisha dhe të rri berishizmi. Nuk është çështja të iki Sali Berisha dhe të rri Flamur Noka. Nuk është kjo zgjidhje në Partinë Demokratike. Kjo është kur Partinë Demokratike. Kjo e çon deri në shpërbërje Partinë Demokratike. Unë them të iki berishizmi si koncept drejtimi i Partisë Demokratike, si vizion politik. Nuk është më çështje Berisha, është çështje vizioni. Dhe unë mendoj që Partia Demokratike vetëm shpëtim që ka është largimi i këtij vizioni i cili e ka çuar Partinë Demokratike deri në këto nivele. Partia Demokratike duhet të jetë ajo për të cilën u krijua në 92-shin, të jetë ëndra dhe qëllimi më i mirë i shqiptarëve. Ka djem të rinj, ka figura të reja të jashtëzakonshme, ka njerëz me potencial të jashtëzakonshëm. Po pra më qëndro pak të emrat konkret për ta bërë dhe më konkrete gjithë bisedën. Po e zvoglojmë shumë po të merrem me emra, e kupton? Po pse nëse japim dy emrave 10 sekonda nuk na kushton asgjë. Po jam emrat më të votuar ne i folëm. Jo, përveç atyre. Unë kam fjalën më shumë tek lista e mbyllur, mos ka ndonjë emër potencial aty që aludohet. Nuk e bën emri. Po nuk e bën emri partin, pra, nuk e bën emri partin. E bën partia. Po nëse mendohet që zoti Noka mund të jetë pasuesi Berishës, automatikisht i do kesh një lloj argumenti tjetër që do ma japësh në këtë studio Sefa. Mungesa leadershipit ka qëndër tani. Po ju them konkretisht, nuk duhemi të jemi
parti e cila bazohet te lideri. Ne humbëm një fushat në rezultat të tmerrshëm vetëm sepse alternativa kundër Edi Ramës dhe qeverisë së tij ishte Sali Berisha. Dhe ne nuk ishim një ekip. Sali Berisha dhe paraardhësit e tij zoti Basha gjithë me radhë janë kujdesur që mos kenë një pasardhës të tyre. Janë kujdesur që mos kenë një lider i cili të shihet te demokratët si pasardhësi natyral i tyre. Edhe kjo ka të merat e veta, por ka edhe të mirat e veta, sepse kjo i bën demokratët që të mendojnë më gjerë, më në hapësirë, të mendojnë një zgjidhje e cila të jetë afatgjat, të jetë një zgjidhje e cila të shërbejë. Po distancohet se fa nga emrat? Alternativë qeverisë. Se mbasi përshon me shumë fjala apo emri që artikulon ai se sa. Jo, po e zvoglon, ja po e them unë, e zvoglon shumë po të them unë një emër, e zvoglon shumë sepse bëhet çështje emri, edhe unë nuk dua që kjo betejë. Po unë të përmenda zotin Noka, do të përmend zotin Kliçi. Mund të jetë një potencial edhe që Zoti Kliçi një. Po. Zoti Kliçi është i ri, është pak a shumë mosha ime. Tani zoti Kliçi ti thua që do t'japi dorëheqjes Sali Berisha i bie 4 herë infarkt, e kupton, në studio. I zverdhet nga ndryshon 5 herë ngjyra. Ky nuk mund të jetë lider i Partisë Demokratike. Një njerëz që ka frikë të thotë atë që mendon. Me lejo të përmend një emër tjetër. Saljani. Po mund të ishte një alternativë shumë e mirë. Edhe një njerëz i palodhur politik. I palodhur. Është një njerëz i gatshëm që të japi rezultate të bëjë. A do e donte baza Partia Demokratike ato si drejtues, si udhëheqës? Po nuk e di, pra, zoti Saljani duhet të provohet, duhet të votohet nga qytetarët shqiptar. Jo, e kam fjalën me sa ka dhënë politikisht në kampin e djathtë. Po unë s'dit këtë humbur në një betejë me Thëndrelën. Edhe një betejë që humbi kundër zotit Këlliçi, kishte zoti Berisha dhe zotin Basha kundër. Kishte gjithë partinë kundër edhe humbi një betejë të rëndësishme që ishte ligjore dhe tani është në mungesë të lirisë. Jo, po them si emër potencial, artikulohet me politikisht. Ne po e marrim politikisht, po është diskutim tjetër se ajo ka pengesat e veta, po patjetër mund të them një si figura Saljani, ju e pat, domethënë rigjenerizimin, aktivizimin e strukturave që bërin Elbasan për 2 muaj që vajsi i deleguar, e ngriti në nivel tjetër strukturën e Elbasan. Mori pastaj në Korçë ka dalë me rezultat të jashtëzakonshëm. Nuk e di tani se duhet mbajë zoti Saljani një qendrim tani, se nuk është dhe kjo tani të shohë çfarë ndodh në Partinë Demokratike pa mbajtur një qendrim. Është detyrë atij të mbajë një qendrim në lidhje me atë çka po ndodh në Partinë Demokratike. Unë jam parim, unë kam si parim që njerëzit duhet të thonë atë që mendojnë, të thonë atë që ata besojnë. Mund të jetë e gabuar, pa diskutim, mund të jetë e gabuar se asnjëri prej ne nuk ka monopol në të vërtetës, por të paktën të thonë atë që besojnë. Ktu ka politikanë të rinj të cilët nuk e imagjinojnë dot. Është kryetari i Forumit Rinor të PD-s kur i tha që do t'japi dorëheqje Berisha sikur i rap bota mbi kokë. Një djalë që është i krijuar vet, ka biznesin e tij, ka kontributin e tij, edhe nuk mendojnë që zoti Berisha, një 81 vjeçar që ka marrë humbje më të madhe që nga 97-a për Partinë Demokratike, nuk duhet të ikë. Domethënë kjo është nuk e kuptoj dot, domethënë nuk arrit dot ta kuptoj se çfarë niveli politik dhe çfarë adhurimi do të kesh ndaj liderit për të bërë veprime të tilla. Kjo është politikisht pak. Absolutisht e po. Ne mund të bëjmë analizë, po ju takon le të themi anëtarëve të Partisë Demokratike dhe leadershipit të Partisë Demokratike nëse do ketë aftësinë që të tejkalojë këtë krizë ku ndodhet edhe të le të themi të sjellë në skenën publike politike të vendit një lider të ri. Po ajo çka duket që po e mban mbërthyer largimin le të themi ose bërjen me faj të Sali Berishës për këtë rezultat është le të themi narrativa e zgjedhjeve të papranuara dhe të vjedhura. Dhe sigurisht që në memorien time e ruaj të vogël për shkak se familja i vinte nga një le të themi tradit ish pronarësh edhe të lidhur me PD-n, gjithkohës që flitej kjo na i vodhën zgjedhjet do përsëriten, do vinë ndërkombëtar, do flasim me këtë, do flasim me atë, nuk kemi bërë asnjë gabim ne. Dhe është një narrativ që e shoqëron le të themi të djathtën aq sa e ka shoqëruar edhe në fakt Sali Berishën. Ne mund të bijem në një farë forme, në një lloj pranime. Okej, këta kanë zgjedhur këtë rrugë, edhe po ja aludojmë që edhe është e vërtet kjo që thonë. Problemi është që kësaj rrugë Partia Demokratike kanë tentuar të bjeri në 30 vite dhe merr të njëjtën rezultat. Tani edhe nëse e kanë të drejtë që masakër e elemente të tjera, domethënë po ja bëjnë gjitha të pranuara. Problemi është i tillë që rruga të cilën po i bie
i ka rënë edhe herë të tjera dhe ka marrë të njëjtin rezultat. Tani edhe nëse këta individ kanë të drejtë që janë brenda Partisë Demokratike, që mund të jenë edhe eklipsuar ose verbuar nga narrativa e partisë që merret me këto detajet e vogla të zgjedhjeve, pranojnë që është e tillë, unë mendoj që të paktën do duhet që të kenë kurajon e vrenozit, që u thonë dhe që ore më shpëtoni djalin të paktën. Më kupton, unë Berisha do të ndjek deri në ditën e fundit, po të paktën të shpëtoj djali, se po llogariti nga vendi. Që do thonë dhe kishte një urtësi shumë interesante aty brenda, që do thotë nga kjo rrugë, edhe nëse është e drejtë, ne nuk fitojmë. Dhe kjo do duhet që partia politike t'i bëjë sapet mirë. Nga kjo rrugë merr të njëjtin rezultat. Është larg ti momenti për t'i bërë kalkulimet dhe sapet në fund ditës për të kuptuar se cili do të jetë hapi ekstrem për të marrë? Jo, shiko, unë mendoj që nëse nuk ndryshon, minimalisht do marri këtë rezultat. Po le të themi maksimalisht mund të shkojë edhe më keq se kaq. Kështu që pastaj do kemi ose një lloj rrjedhje tek partitë e reja dhe te partitë e tjera, ose do kemi një forcim më të madh të Partisë Socialiste, siç edhe ndodhi në këto zgjedhje. Kështu që i bin vetë llogarit anëtarët e partive, po duhet të jenë koshient. Do ndërtojnë një rrugë nga ku fitohet, apo do ndërtojnë një rrugë nga ku qëndrohet në... Artikulimi kryesor se zgjedhjet u vodhen, pra si çdo palë zgjedhje që më artikulove. Ndërkohë, Arseda ka një detaj që raporti OSBE-s, ditën kur në fakt nisi dhe procesi votimit u shpreste, ka qenë një gare pa barabartë, por ndërkohë ka patur dhe segmente të ndryshme intimidimi. E rëndojnë këto fitoren e Partisë Socialiste? Jo, në optikën time mendoj që, dhe doja ta thoja këtë, që fitoria e Partisë Socialiste me këto rezultate dhe humbja e thellë në këtë format që kemi sot, tregon është një shuplak, mendoj unë, ndaj Partisë Demokratike për të zgjuar edhe për të kuptuar që nuk vazhdohet më në këtë formë. Dhe mendoj që kjo është nga publiku shuplaka madhore dhe nuk mendoj se mund konsiderohen zgjedhje të vjedhura, zgjedhje që kanë rezultate të tilla drastike. Domethënë nuk do bënte sens në asnjë lloj analize politike që do t'i bënim ne. Nëse do kishte, nëse do flisnim për 300.000, nuk mund të pretendohet që është vjedhje. Kjo është shuplak e mirëfillt nga publiku, sepse publiku presupozohet që nuk e don më këtë parti opozitare në këtë formë dhe mendoj që edhe me liderin ka, po themi, ato elementët e mbartur të vetë historisë që publiku nuk e pranon më këtë lider politik në krye të Partisë Demokratike dhe kjo është shuplaka që i vjen nga kjo, nga ky motivacion. Raporti OSBE Odirit thoshte që janë zgjedhje konkurenciale, janë zgjedhje të cilat janë ndërtuar mbi një mjedis i cili relativisht ka qenë i qetë, krahasuar edhe me zgjedhjet e kaluara, por ka patur patjetër anomalitë e veta që janë të diskutueshme, ato raste sporadike të cilat janë denoncuar gjatë kohës së zgjedhjeve për, siç e thatë dhe ju, për forma të ndryshme anomali që do të shikohen, besoj, më mbrapa tek raporti final të OSBE Odirit mbasi të jetë mbyllur gjithë procesi zgjedhor, sepse në vendin tonë zgjedhjet shkojnë një javë deri në 10 ditë zakonisht, kështu që duke qenë se ka edhe këto. Por në optikën time nuk mendoj se kjo ka qenë arsyeja kryesore pse Partia Socialiste ka fituar, por duke qenë si alternative vetme besueshme për publiku në këto momente që flasim. Sefa, mendon se nga përçarja e Partisë Demokratike, nga lufta e brendshme që ka patur për shumë kohë dhe nga ajo besueshmëri e ulët në terren, përfitoi zoti Rama me këtë rezultat maksimal që ka për mandatet dhe karriget që do të ketë në parlament, apo përfituan edhe partitë e reja të vogla? Zoti Rama mori ato mandatet që i favorizon sistemi dhe si njohës i jashtëzakonshëm i të gjitha të mjetave të sistemit, ose më saktë përfituesi i jashtëzakonshëm i gjithë mjetave të sistemit, ai arriti të marrë rezultatin maksimal të mundshëm, duke mbajtur të njëjtën numër votash ose diçka më shumë, duke llogaritur dhe votën e diasporës. Nuk është faji Ramës që përfiton nga sistemi, është aftësia e tij, është pa aftësi jashtëzakonshme e Partisë Demokratike me ca njerëz të marrë që i kanë ngel mendën në 2000-shin dhe shkojnë në negociata dhe i duket vetja si ekspert ose bëjë deri të vitit 2000, të cilët nuk kuptojnë nga sistemi zgjedhor. Partia Demokratike duhet të largojë menjëherë këta negociator të reformës zgjedhore, janë njerëzit më të dështuar që ka Partia Demokratike dhe e kanë sjellur këtu. Unë patjetër mund të flas për gjithë ato të Ramës, nuk më intereson. Unë fituesin, unë vetëm e shoh dhe e vlerësoj dhe dua të kuptoj
mekanizmat që ka përdorur ai për të arritur në fitore, që unë t'i përdor si parti kundërshtare e tij, si parti opozitare, dhe për të marrë më të mirën e tyre. Patjetër që unë e kam parë Partinë Socialiste, e kam vëzhguar mënyrën e strukturimit, kam parë mënyrën se si arrim të marrë atë rezultat dhe patjetër që kam opinionin tim. Do ta filloj pak nga diskutimi i vjetër dhe gjithë retorikët e Partisë Demokratike për të arritur edhe të gabimet që kanë bërë ata një vit më parë. Më duhen 5 minuta që t'ju shpjegoj. Janë shumë 5 minuta. 3 minuta. Okay. Tani, thonë që u falën 150.000 gjoba. Gënjeshtër e madhe. Janë falur 150.000 gjoba me ligjin 127 të vitit 2024. Në dhjetor të 2024 është miratuar ligji për faljen e gjobave me votot e 2 partive, dhe të PD-s dhe të PS-s. Edhe në pas kësaj ka dalë VKM-ja, gënjeshtër. Unë tisha si Rama do ta kisha bërë VKM më përpara, ta kisha përdorur në fushat. Ai e nxori 2 ditë para datës zgjedhjeve. Zgjedhja e tij nuk e di pse, po tisha unë do ta kisha bërë përpara për t'i thënë qytetarëve, do ta shfrytëzoja ligjin e miratuar. Iku kjo. Thonë që ka vjedhur me patronazhimin me gjithë. Nuk ka parti në botë mos ketë patronazhim. Përdorimi i dhënave personale është diskutim tjetër. Jam dakord me këtë. Dhe nëse përdorin dhëna personale të marrë në mënyrë palishme, këtu po ka vepër penale dhe për këtë duhet ndiqet. Po patronazhim nuk ka parti në botë që nuk ka patronazhim. Edhe duhet të ketë patronazhim patjetër. Rama e fillon fushatën elektorale 1 vit e gjys para minimalisht. Domethënë ata mbas këtyre Jo, retorika e Partisë Socialiste është në momentin që fitojnë zgjedhjet nis gara elektorale dhe fushata për zgjedhje që pasoj. Është e vërtetuar dhe është e provuar sepse e bëjnë realisht. Ata marrin kontakte me të gjithë strukturat e tyre, rigjenerizojnë, marrin antar të rinj e gjitha me radhë. Unë po të them, çfarë duhet? Nuk ka parti politike pa patronazhim, duhet patjetër patronazhim. Kanë strukturë të komunikimit publik, që do të thotë, ka një strukturë që bëjnë sondazhe të përjafshme, të përmuajshme, që din në mënyrë dhe në kohë reale se çfarë është interesi i qytetarëve për talking points, për ato dëshirat që qytetarët shqiptar kanë dhe për debatin publik që qytetarët shqiptar kanë, që kanë nevojë të dëgjojnë. Edhe në bazë të këtyre ata bëjnë politika, bëjnë fushatë elektorale. Kjo është ajo që ka bërë Rama. Tani, raporti ose Odirit është për zgjedhjes si në Danimarkë. Unë i kam lexuar edhe jam munduar të adresoj problematikat e tyre. Problematikat e tyre janë problematikat administrative që nuk ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve. Jemi të ndershëm të kjo pjesë. Tani, ne sot të Partia Demokratike që ka pas drejtorat të administratës publike që janë marrë me zgjedhjet. Ti ke pas drejtorët e përgjithshëm kryetar partie. Ne kemi pas kryetar partie drejtorët e përgjithshëm. Kanë qenë kryetar partie. Janë njerëz politik. A do merren. Partia Demokratike humbet shumë kohë të merret me këto me qurrëvitjet publike që bën mi votën ose mi votën. Nuk është kjo Partia Demokratike. Partia Demokratike hyn për të fituar, nuk merret fare se çfarë bën kundërshtari. Hyn për të fituar. Tani, ti ke një ekip negociator për reformën zgjedhore që është alarmues, domethënë nuk kupton fare se çfarë është reforma zgjedhore. Në qartë. Partia Socialiste çoi propozim për të votuar të burgosurit që kanë qendrën e votimit, domethënë burgosurit që ndodhen në burg aty ku kanë dhe vendbanimin. Çfarë do të thotë? Erion Beliaj nuk duhet të votonte në burgun e Durrësit, sepse ka vendbanimin në Tiranë dhe nuk mund të votonte në burgun e Durrësit, për arsye se është një qark tjetër, nuk mund të votojë për një qark tjetër. Ky ishte propozimi i Partisë Socialiste. U hodh zoti Bylyk Bashi, e bëri të madhe, e bëri një fortunë në gotë, një çmenduri, tha duhet votojnë gjithë burgosurit. E pranoi Partia Socialiste, fituan 90% të votave të burgosurve. Tani kjo është çmenduri, o je i paf totalisht, o nuk e kupton si funksionon sistemi zgjedhor. Kërkuam ne, kur ishim pjesë e negociatave për votim dhe numërim elektronik fizik në votat e diasporës. Nuk donte Partia Demokratike, kjo Bylyk Bashi me shok, sepse doni me post. Me post bëhet patronazhimi më i thjeshtë i mundshëm, është më leta e mundshme dhe është kontrolli 100%. Partia Socialiste I regjistroi të gjithë ata persona që ishin në diasporë, të cilët ishin simpatizantë të saj. Kanë filluar që nga shtatori duke regjistruar njerëz. Prandaj është ai rezultat. Kaluam 3 minutat. Edhe ja e mbylla. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve kërkoi që të bëhet votim elektronik për votat diasporës me qëllim që të shmang patronazhimin. E kundërshtoi Partia Demokratike. Domethënë, këto janë një sistemi zgjedhor se si e kanë bërë. Tani këta janë o e kanë bërë me vedije dhe janë prirur nga dashakësia që kanë ndaj demokratëve,
o këta janë njerëzit më të paaftë në univers, të cilët me paaftësinë e tyre i kanë marrë demokratët në qafë këtu e 10 vjet. E qartë. Domethënë, këto dyja janë. Unë nuk di ta ndaj aktualisht se kush është. O janë klik, o janë totalisht paaftë. Këtu në studio me ju të dy do të diskutoj sa i takon. Nëse mund të them vetëm një gjë, më në fund të pranua nga një demokrat që patronazhimi nuk është një gjë aq e keqe, sepse gjatë gjithë retorikës time të paktën unë jam përpjekur në studio televizive të them që patronazhimi nuk është herezi. Patronazhimi vetvete është lidhje drejt për drejt që bëhet nga strukturat e partisë me qytetarin dhe që ka prodhuar dhe prodhon në mënyrë të vazhdueshme lidhje direkte me komunitetin për ta patur elektoratin në një farë mënyre të jo të monitoruar, por për ta patur të sigurt se kush më voton, për të bërë ato matjet edhe ato statistikat që në fund të kemi dhe rezultatin e pritshëm nga secila parti. Kështu që kemi emra shumë të rëndë. Kemi bërë ne në 2011-ën. Edhe ju keni marrë më të mirën tonë. Okej, se ti këtë retorikë ju i keni bërë gjitha. Edhe për kur the dhe për Albanian që e keni bërë ju, domethënë nuk e di. Po nëse gjithsesi se nuk ishte kjo diskursi, ishte thjesht si fenomen që është diskutuar shumë për patronazhimin, sikur të ishte herezi në shoqëri, ndërkohë që dha rezultat. Kjo është ideja. Flasim pak për emrat. Nuk e di fare si funksionon pra se si pjesë e partisë, po nëse. Unë po them, e kemi bërë ne në 2011 me zgjedhjen e zotit Basha, kryetar bashkie në Tiranë, edhe aty ka qenë sistemi i parë i patronazhimit në Shqipëri që kemi bërë neve. Edhe ka rezultuar me sukses. Neve nuk e thuam më tej. Po mirë se ti më fal, po një sekond lutem, sa ti them dhe një gjë. Ti ke një orë tani që po bën kritik të partisë tënde. Dhe tani thua që është ndërtuar patronazhimi nga Partia Demokratike, po pse nuk dha rezultat, pra kjo është ideja. Dhe nuk është të thënë që ti je pjesë e një strukture sepse më thënë që ti si je pjesë dhe nuk e se si ta dish, ndërkohë që edhe ti e analizon së jashtëm, po edhe unë mund ta analizoj së jashtëm sepse ti din fenomenin, pra ti analizon fenomenin, nuk është të thënë që ti është brenda për ta analizuar. Kjo është ideja, kështu që ne po themi çfarë ka funksionuar, nëse Partia Demokratike vërtet e pas ka ditur që me patronazhim apo lidhje me komunitetin ka rezultat, atëherë pse nuk e bëri, sepse gjëja e vetme që Partia Demokratike nuk ka patur në këto zgjedhje është s'ka patur lidhje me komunitetin. Ka një diferencë të vogël, dhe unë bie dakord që patronazhimi përgjithsisht është një koncept marketingu korporative, bëjnë edhe korporatat e mëdha dhe jo më partitë. Problemi është që ne nuk po flasim për konceptin akademik të patronazhimit, kur patronazhistët i vihet në dispozicion edhe database i qeveritar i cili tregon sa e ke pensionin, çfarë ilaçesh merr, kë ke nevojë, kë ke në punë, kë s'ke në punë, atëre patronazhimi bëhet një armë shkatrimit të masë. Është tjetër gjë ajo. Ne po themi lidhjen e strukturës me komunitetin, pra për të njohur komunitetin. Partia Socialiste, ne kur flasim për patronazhistë, flasim për konceptin e patronazhistit të armatosur me të dhëna personale të cilat janë në shkelje flagrante ligjit. Kemi minutat e fundit të programit dhe duhet të fokusohemi pak tek emrat potencial me shumë kontribut brenda kampeve politike, kryesisht tek Partia Socialiste, që në këto zgjedhje kishin një garë të fortë, pasi ishin në listën e hapur dhe mbeten jashtë parlamentit. Kemi Majkon, Kodhelin, Gjylametin, Toni Gogun, Etienne Xhafën, Ermenela Felaj, po flas vetëm për Tiranën. E dëmton kjo gjithë, mund të themi, Partisë Socialiste, kur bëjmë një kalkulim të emrave që kanë patur kontribut, kanë dhënë kontribut dhe ka qenë në parlament për shumë mandate? Nuk e gjykoj kështu, sepse historia e partisë do të vazhdoj, historia e qeverisë do të vazhdoj, ka funksione të tjera që mbase këta individ do të mbajnë brenda strukturave të partisë, apo qofshin ato funksione brenda strukturave, qofshin këto funksione institucionale, kështu që nuk e mendoj si fundin politik të këtyre individëve, thjesht pse nuk u futën në parlament. Patjetër që gara, kur ti je në listë hapur, ti mendon se Majko nuk është djeg politikisht? Në optikën time, jo, mendoj që në varësi të vazhdimësisë dhe të funksionit që ai do të ketë në vazhdim, nuk e shikoj si figurë të djegur politikisht dhe nuk më pëlqen ta përdor këtë djegjen politike, sepse ka ciklet e veta edhe politikbërja, janë figura të reja që vinë, figura më të vjetra në parti të cilët bëjnë një step back, pra unë mendoj që është ciklike e gjithë gjëja, por të dalurit në një garë të hapur, patjetër që do të ketë humbës dhe do të ketë fitues, dhe të gjithë që janë futur në garë kanë marrë konsiderat që mund ta fitonin apo mund ta humbin garën dhe nuk e shikojnë në kuadrin e asaj që nuk u futën në lista dhe nuk e ardhmë atyre politike mbaroj aty, gjykoj se kjo është thjesht pjesë e vazhdimit të këtë kontributit dhe shumë viteve brenda kampit socialist. Mendon se tashmë kanë një fund politik brenda kësaj familje? Ka dy specifika. Po absolutisht, për një pjesë të njerëzve do të jetë fund politik, po problemi është që Partia Socialiste është një parti me pushtet dhe me pushtet të madh në vend, që do të thotë
njerëzit të cilët dëshiron t'i akomodoj në pushtet, sigurisht që ka hapësira për t'i vendosur. Ka institucionet të pavarur, ka institucionet të ndryshme ekzekutive të vendit ku mund të akomodohen, ka në arenën ndërkombëtare pozicionet të ndryshme ku mund të akomodohen. Dhe në një farë mënyrë kam përshtypjen që kjo ka qenë edhe konsensusi i gjithë këtyre individëve kur mendonin që t'i dalin kundër partisë apo jo në momentin që i la në listë të hapur. Po nga ana tjetër kjo ishte edhe Majko mund të përfitojë nga kjo? Kjo ishte një nga armët kryesore, le të themi efikase të Ramës kundrejt Partisë Demokratike. Çfarë bëri? Berisha vuri, le të themi, aktorët politik brenda listave të mbyllur dhe pinin kafe në shtëpi, nuk dilnin në zgjedhje, ndërkohë që lojtarët e mëdhenj Partia Socialiste i vuri në garë dhe ata kaliruan në mënyrë ekstreme për t'i sjellë këtë rezultat Ramës. Nga ana tjetër, unë nuk mendoj nëse kjo është optimiste o jo kur flasim për historinë e re të Partisë Socialiste, sepse tashmë kemi një formatim, pra kemi një brezë dhe gjenerat të re të cilën do i shikojmë edhe në Ilva Gjuzi e Erion Malaj në fakt janë në listën e mbyllur, që ka patur dhe aludime sepse ata janë në listën e mbyllur me një mandat sigurt, ndërkohë që lufta bëhet edhe nga eksponentë shumë të rëndësishëm, Braçe, Gonxhe në terren, Majko në terren, Kodheli në terren. Shiko, ka një fjalë të bukur e kështu populli thotë, ti qash kalorësit hallim se i varen këmbët. Domethënë, ata e kanë fituar këtë garë dhe ne tani po i qajmë hallin se çfarë do bëjmë me dy. Sonë dhe goca shumë të mirë, po ideja në këtë kuptim, unë nuk mendoj që në këtë moment Partia Socialiste ka probleme emrat, sepse e mbështjell me kaq shumë pushtet mund të akomodoj këdo. Nga ana tjetër, sa efikas do jenë emrat e rinj të cilët janë qasur parlamentit, të cilët ne kemi diskutuar dhe bashkë këtu, unë nuk mendoj që kanë ardhur në një formë të respektimit të forumeve të Partisë Socialiste, por kanë ardhur si rezultat i diktatit të një grupi të ngushtë njerëzish ose kryetarit të Partisë Socialiste për t'i vendosur këta individ të rinj brenda parlamentit dhe do duhet të shikojmë a do të tregojnë integritet, po nga mënyra si kanë ardhur, unë mendoj që rrugët për të treguar integritet dhe një lloj pavarësie mendimi dhe intelekti në parlament, këta të rinj do ta kenë të cunguar. Po flasim për Tiranë, kemi dhe Luarasin se haruam. Luarasi, Malaj dhe Gjuzi. Janë 3 emra. Për Tiranën. Për Tiranë. Pastaj në gjithë Shqipërinë ka patur edhe më shumë kontingjent të ri. Por jam ose dakord me atë që optimalizimi i listave ka çuar në këtë rezultat dhe kjo ka qenë një faktor prapë penalizues për opozitën, sepse siç e thatë Migeni, kontingjenti kryesor, ai që duhet ishte në listat të hapura nga Partia Demokratike, kanë qenë në listat të mbyllura dhe optimalizimi i listave mendoj do të sillte një rezultat krejt tjetër. Partia Socialiste e ka bërë këtë dhe gjykoj se të qenurit e tyre në listat të hapura nuk është sakrifikim, por është optimalizim i votës për partinë. Stefan, tek Partia Demokratike sa i takon në Tiranës, Dhurata Cupi mbetet jashtë, një emrat në fakt që nuk mendohej se do ta humbte një këtë mandat në fakt në këtë zgjedhje. Rezultati i këtyre zgjedhjeve ka qenë i jashtëzakonshëm për po ta marrim nga ana pozitive Partinë Demokratike, sepse i tregoi atyre njerëzve të cilët nuk përdorën logjikën, nuk përdorën dinjitetin, nuk përdorën vizionin e tyre ose nuhatin e tyre politike për të bërë politikë, po e përdorën mandatin e tyre për një akomodim me një shpresë të dhënë diku që po të bashkohen me zotin Berisha do jenë listat mbyllura. Kjo ishte një rezultat i jashtëzakonshëm për këtë fakt dhe i tregoi vendin këtyre demokratëve, të cilët nuk patën asnjë dinjitet në vendimarrjet e tyre, nuk patën asnjë qendrim dhe nuk i erdhën ndim demokratëve. Nëse ata do kishin bindje për të qenë me zotin Berisha, do të ishin qenë fillim me zotin Berisha. Po pasi bën piroja nga më të jashtëzakonshme, edhe vajtën në ulën të preri Berishës për të qenë deputet, ndodhi ajo që duhet ndodhte. Dhe demokratët janë dëgjuar dhe dinë se si të votojnë. Stefan, dua fjalinë e fundit nga ti se jam në limitë kohë, nuk kemi shumë kohë. Jo, e kisha për socialistët këtë, për zotin Majko nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar, iku një karton jeshil, erdhi një karton jeshil, zotin Majko ku kishte ndonjë problem Shqipëria, i prishësh goja, i prishësh qendrëm, nuk fliset dot, është njësoj, domethënë nuk ka ndonjë problem, nuk ka ndonjë ndryshim. Ali Beja ishte drejtuesi i Partisë Demokratike dikur, zoti Basha gjithashtu ishte drejtuesi i Partisë Demokratike, sot janë jashtë parlamentit. Prandaj thash këto zgjedhje janë zgjedhje pozitive, kanë dhënë disa verdikte shumë pozitive. Demokratët duhet shohin me një vizion akoma më të gjerë dhe të kërkojnë që
loja politike tyre mos rrotullohet vetëm midis disa emrave. Stefan, falenderoj shumë. Faleminderit juve. Faleminderit dhe ju që ishit në studio. Faleminderit. Shkputemi për pak momente në reklama.